Një çështje tjetër, bizneset po ballafaqohen edhe me krizë të madhe, jo vetëm të energjisë, por edhe të fuqisë punëtore. Sepse viteve të fundit, vetëm në 5 vitet e fundit, kemi ikje masovike drejt vendeve të perëndimit, edhe atë jo të forcës krahut punës, por na ikun mjekët, na ikun infermierët, na ikun inxhinierët, arkitektët, ndërtimtarët, e mjeshtrit e ndërtimtarisë, dhe në një farë mënyre ne vetëm një sektor që në një farë mënyre është duke na funksionuar në Kosovë, është sektori i shërbimeve të IT-s që si duket do të arrijë shifrën 1 miliard, dhe dikur ne eksportonim vetëm mbetje metalike në shtete tjera, tani për fat e kemi këtë mundësi që të eksportojmë shërbime për botën e jashtme, por megjithatë ky sektor është i kufizuar në Kosovë.